Një demonstratë e madhe nga fermerët është planifikuar në qendër të Brukselit kundër politikës bujqësore të ndjekur nga Bashkimi Evropian. Organizata Europiane e Fermerëve COPA-COGECA, e cila po organizon eventin prej 10.000 pjesëmarrës, ndërsa kryeqyteti belg është fortifikuar. Tashmë në Bruksel, sipas përditësimit të policisë, 150 traktorë mbërritën mëngjesin e së njëjtës, ndërsa 2 tunele që të çojnë në qendër të qytetit janë të bllokuara. Sipas organizatorëve, fermerët po protestojnë kundër reformave të PP-s dhe buxhetit të Bashkimit Evropian dhe marrëveshjeve tregtare të papranueshme, si ajo e blloku tregtar të Amerikës së Jugut, Mercosur. Demonstrata zhvillohen para se Ursula von der Leyen, presidentja e Komisionit Evropian, të niset për në Brazil për të nënshkruar marrëveshjen e tregtisë së lirë Mercosur dhe gjatë një takimi të krerëve të shteteve dhe qeverive të Bashkimit Evropian mbi buxhetin e ardhshëm të Bashkimit Evropian. Franca dhe Italia janë kritike ndaj marrëveshjes tregtare Mercosur, pavarësisht marrëveshjes së përkohshme të arritur nga Bashkimi Evropian. Ndër të tjera, ajo parashikon vendosjen e kontrolleve mbi importet e produkteve bujqësore që do rezultojnë nga marrëveshja e planifikuar tregtare në bllokun e Amerikës së Jugut, Mercosur, si një veprim që mund të përgjigjet disa prej kundërshtive të kritikëve të marrëveshjes. Kompromisi përfshin 2 element kryesor: futjen e një limiti prej 8% të importit, mbi të cilin Bashkimi Evropian mund të ndërhyjë për të zbutur ndikimin e tregut të brendshëm, duke mbrojtur sektorët më të ekspozuar, dhe një deklaratë mbi standardet e prodhimit që zbatohet për produktet e importuara, të shoqëruara me kontrolle të përforcuara sanitare. Bashkimi Evropian dhe vendet e Mercosur, Argentina, Brazili, Paraguay dhe Uruguay përfunduan negociatat dhjetorin e kaluar për të krijuar një marrëveshje më të madhe tregtare që Bashkimi Evropian ka arritur ndonjëherë në aspektin e uljes së tarifave pas rreth 25 vitesh bisedime. Organizatat mjedisore këmbgulin që asnjë marrëveshje nuk duhet të minojë angazhimet e Bashkimit Evropian për bujqësi të qëndrueshme dhe në veçanti për parandalimin e shpylëzimit të Amazon.